Ditën e djeshme në qytetin e Belshit u zhvillua takimi prezantuesi i kandidatëve të Partisë Demokratike për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Gjatë fjalës përshëndetëse, theksi u vu mbi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve për të ardhmen e vendit. Ditën e djeshme në qytetin e Belshit u zhvillua takimi prezantuesi i kandidatëve të Partisë Demokratike për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Gjatë fjalës përshëndetëse, theksi u vu mbi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve për të ardhmen e vendit dhe se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike, qytetarët e Belshit dhe të gjithë Shqipërisë do të përfitojnë nga një sër reformash dhe mundësish të reja. Kandidatët e Partisë Demokratike të angazhuar për të sjellë ndryshime të prekshme, premtojnë një rritje të investimeve në zhvillimin e infrastrukturës, përmirësimin e kushteve të jetesës dhe mbështetje për të rinjtë dhe bizneset. Në zgjedhjet e këtij viti, Partia Demokratike duket se ka një vizion të qartë, të ndërtojë një Shqipëri më të fortë, më të barabartë dhe më të zhvilluar. Qytetarëve të Belshit, por jo vetëm, ju premtua përkushtim, transparencë dhe një qeverisje të orientuar nga interesat e qytetarëve. Shqipëria sot, për të qenë pjesë e Europës, ka disa elemente. Ka krim të organizuar i cili ka kaluar në nivel mafi, ose në nivel kartelesh. Shqipëria sot nuk ka dallim me Kolumbia. Fakt. Shqipëria sot ka popullsinë më të madhe në rajon. Shqipëria është vendi që më shumë se gjysma e popullsisë është rrugët botës, se sa në shtëpinë e vet. Këto nuk janë tipare të çojnore. Europa është tregu më i madh. Sot jemi mbledhur për të prezantuar kandidatin e Partisë Demokratike dhe të aleatëve të saj për Belshin, zotin Dritan Cani. Por një kohësisht jemi këtu edhe për të startuar në një ritëm krejt tjetër fushatën elektorale në zonën tuaj, por dhe më gjerë. Dhe unë dëshiroj t'ju falenderoj për gjithë të pjesëmarrje masive, por dëshiroj të bëj një falenderim tjetër për te i sallës soshme në zgjedhjet e 11 majit. Ndaj, të bashkojnë gjithë forcat, mbështetje edhe Dritanit, por edhe në fitoren e Partisë Demokratike, sepse kjo nuk do t'jetë fitoria e Partisë Demokratike, kjo do t'jetë fitoria e Shqipërisë, fitoria e shpresës. Ndaj, unë ju falenderoj dhe gjithë bashkë të nisë Gjatë gjithë këtyre viteve të opozitës me shumë sakrifisa që kemi patur, forcën në fakt e kam gjetur tek ju, mbështetjen dhe vlerësimin tuaj mua më bëri që në këtë fushat pranoj të jem kandidati për deputet për Dumren në qarkun e Elbasanit.